Disa orë para nisjes së protestës kombëtare të opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bëri thirrje qytetarëve t'i bashkojnë protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, vetë ngrenë zërin kundër vjedhjeve dhe korrupsionit të qeverisë Rama. Duke folur për simbolikën e 20 shkurtit, lideri i opozitës u shpreh se shqiptarët do të ngrihen sërish pas 35 vitesh, këtë herë për të rrëzuar regjimin që ka instaluar kryeministri Edi Rama. Ndaj dhe jam këtu për të ftuar çdo qytetar shqiptar, çdo opozitar, pavarësisht se çfarë opinionesh, kritikash që mund të kemi për njëri tjetrin, të bashkohemi të gjithë kundër kësaj të keqje që po shtërron kombin tonë. Në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmës sonë. Kreu i opozitës denoncoi edhe aratiset në radhët e zyrtarëve që kanë dosje në SPAK, duke paralajmëruar ashpërsim të masave penale për veprën e korrupsionit dhe aratisjen. I bëj thirrje organit të akuzës të bllokojë provizorisht të gjithë pasaportat e zyrtarëve që kanë dosje në SKAP, se të vjedhësh 13 vite qytetar shqiptar dhe momentin kur merr vesh se shufjet arresti janë ballë dhe ikën. Absolutisht, së pari, korrupsioni do shpallet krimi rënd, së dyti, largimi do shpallet një krim që të fishon dënimin, mos të fishon dënimin. I pyetur për vizitën e kryeministrit Edi Rama në Washington, Berisha deklaroi se Edi Rama ka marrë mesazhe gjatë vizitës në SBA. Edi Rama era atje ku ishte. Mendoni ju se nuk kishte mesazhe, nuk mori mesazhe, po në korridore ka marrë gjithë mesazhet ai me dëshmitar Ervin Demon. Delegacioni përbëhen nga Edi Rama dhe Ervin Demo. Psehen hetojeni. Në konferencën me gazetarët, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi se protesta e opozitës do të jetë paqësore, ndërsa theksoi se skenaret e saj kanë në dorë qytetarët.